Këto ishin përgjigjet. Nëse ka nevojë për më shumë, mund të përgjigjen me email. Zoti Këlliçi dhe më pas zoti Hoti. Faleminderit. Kryetare, në vijim të pyetjeve të zotit Bardhi për zëvendës ministrin në raport me dy tecet lundruese pluskruese nga Bangladeshi në Vlorë. Zoti zëvendës ministër, dua t'ju kujtoj dhe panelit që duke qenë se për fatin e keq të institucionit që ju përfaqësoni, të gjitha institucionet e linjës varësisë tuaj, drejtuesit, ish drejtuesit, janë në hetim apo në procedim nga SPAK-u, dua t'ju kujtoj për korrektesë dhe për qenë krejt etik me ju që duke qenë se dhe kjo është një mbledhje transmetuar live, çdo dëshmi e dhënë këtu mundet të jetë subjekt i hetimit të SPAK-ut dhe çdo gënjeshtër e thënë para këtij komisioni mundet të ketë pasoja penale për të gjitha palët. Po i rikujtoj për shkak se të gjitha çështjet janë në hetim, edhe çështja e teceve që nuk punojnë, por që do të saksojmë tani se sa punojnë dhe si punojnë. Pra, dua t'ju kujtoj që nuk është kollaj, po s'ka problem. Dua t'ju kujtoj që nëse nuk i jepni një përgjigje të saktë, mundet të mbani përgjegjësi penale. Nuk ja uroj personalisht asgjë me asnjërin prej jush, por që të jemi të qartë me njëri tjetrin. Në raport me dy tecet pluskuese ju thatë se kanë prodhuar deri tani 90.000 megawatt. Pra i bie sa 10% e totalit që do duhet kishin prodhuar në mos gaboj 850.000 megawatt deri tani. Për një situatë që ju e keni kontraktuar në 2021 kur keni shpallur emergjencën kombëtare dhe i keni vënë në punë në 2024. Nga 2021 në 22-shin, në 23-shin dhe 24-ën, çfarë ka ndodhur me këto dy tece pluskuese? Ku kanë shkuar parat që janë paguar për këto dy tece? Dhe edhe pse ju e keni patur në kontratë që i keni marrë me qira, në djenim time sot që ne flasin, janë harxuar miliona euro të tjera nga buxheti i shtetit, nga buxheti që ju administroni, për t'i marrë në pronësi këto dy tece në mos gaboj. Pavarësisht se fillimisht keni thënë që do të ishin vetëm me qira. Emergjenca, po e them edhe një herë, është shpallur në vitin 2021, i keni kontraktuar po në atë vit dhe vini dhe krenoheni para këtij komisioni apo pohoni, nuk po them krenoheni, që prodhimi pas ka filluar në 2024. Dhe deri tani keni prodhuar vetëm 10% të asaj sasie totale që në mos gaboj është 850.000 megawatt. Unë jam përgjegjëse për të mbajtur komisionin së Shina dhe rendit të ditës. Në rendit të ditës është buxheti i vitit 2026. Zëvendës ministri sapo tha për raportin që nuk lidhet me buxhetin 2026. Çdo koment në çdo pyetje për 2025-ën është ose sas penare ose buxhet faktik. Ose keni pyetje për 2026-ën ose japi fjalën zotit Hoti. Jo, ju kuptoj, unë e kuptoj se fundon këtu zyrtarisht dhe nuk kanë përgjegjësi për ato pyetje që na bëjnë. Tashi, na jepni të drejtën që të adresojmë pyetjet. Pastaj, lëreni në çmimin e vet profesuesve të institucionit që të përgjigjen apo jo, ata mund të kenë përgjigje, mund të kenë përgjigje. Dhe duke qenë se ju konatoni që ne kemi instrumenta të tjerë parlamentar, javën e kaluar zonja Balluku shërit një interpelancë, vetë ju, sepse jeni edhe pjesë e konferencës kryetarëve, nuk e keni miratuar interpelancën. Tani nuk u vëmë nuk flasim dot. Në mocion me debat nuk flasim dot. Komision hetimor nuk ngrëm dot. Në vim dhe komision këtu parlamentar nuk flasim dot, atëherë ku do duhet t'i adresojmë këto pyetje? Në absolute nuk po ju them se nuk ka hapësirë tjetër. Në kushte jashtë normale po zhvillojmë një komision. Rendi i ditës së cilit është buxheti i 2026-s i ndërtuar. Tani, në pyetjet të 2026-s fokusoheni që të dalim në fund të këtij komisioni. Ndërsa për çështjet e tjera ka rendi tjetër komisione të tjera. Në pretendoni kam një pyetje që është në fakt politike dhe do duhet të ishte titullari i institucionit këtu. Jo ju. Por megjithatë duhet ta jepni ju me që keni ardhur. Ai buxhet që keni paraqitur për miratim. A jeni ju ndjetim që do të sigurisht që jeni, por për shpytje retorike, që do të implementohet dhe do të ekzekutohet pa diskutim nga ministria që ju përfaqësoni dhe gjitha drejtoritë në linë varësie, dhe për t'ju bërë një pyetje, do t'jem po këto institucione si që është ARSH-ja, Keshi, OSHE-ja
OSSH-ja, OST-ja dhe bursa shqiptare që ose kanë ish drejtorët të proceduar, ose kanë drejtorët aktual në procedim dhe në hetim, ose kanë një pjesë të tyre të dënuar. Po këto institucione të jetë, sepse ky është i vetmi rast i një ministrie në Republikën e Shqipërisë që ka të gjithë zinxhirin drejtues poshtë titullarit, o në hetim, o dënuar, ose në procedim. Përfshin edhe titullaren tashmë zyrtarisht me akuzë të komunikuar. Dua ta di, po këta individu jenë dhe po këto institucione do jenë, se tani që ne flasim, po e them dhe një herë. Kesh, OSSH, OST, burë shqiptare, ARSH, dhe ARSH-ja është një mallkim i madh, prej 12 vitesh, çdo drejtor që shkon nga ARSH-ja ose dënohet me burg, ose është në burg, ose procedohet, ta do jenë sërish. Nuk ka nevojë për ta shtylluar më tej, nuk mund ta vazhdojë duke folur për persona që nuk janë as këtu. Po do ta shih për persona të institucione, unë po flas për institucione. Po pra, jo pra do mbaroj se s'kam mbaruar. S'kam mbaruar jo. Tek pyetja tatë ishte pyetja teorike, dhe tani po patjetër do ta dëgjojmë. Do ta dëgjojmë se dua ta di. Do ta dëgjojmë. Jo se janë një pjesë titullare janë në. Do ta dëgjojmë, po. Jemi mundësi të flasim. Po, do t'i jap mundësi. Do t'i jap mundësi dhe ta bëjmë konkrete. Do të kalojmë pak në një procedurë e cila ka pasur efekt drejt për drejt në buxhet, dhe ka efekt drejt për drejt në buxhet. Për shkak se do duhet të zhvillohet, dhe unë do të pyes edhe pjesa e kolaudimit për tunelin e Llogaras. Kemi në panelin e nderuar, në mos gaboj, zonja Viola Gjiademi, sekretare e përgjithshme. Kam përshtypjen, ju zonë duhet jeni personi përgjegjës i autoritetit kontraktor në këtë procedurë. Në mos gaboj. Nëse jam i gabuar, mos sqaroni. Pyetja e parë dua të di që si është firmosur dhe pse janë paguar 15 milionë euro për supervizimin. Atëherë, në momentin mos përgjithësisht dëgjoj, dilni nga rendititës. Nuk po dal nga rendititës sepse do dalë të dy. Pikërisht do duhet të kuptoj çfarë ka ndodhur në 2025. Përfaqësuesit të ministrisë në nivelin politik. Kuptoj çfarë do të ndodhë, çfarë ka ndodhur në 2025, që unë do bëj pyetje për 2026. I nderuar, ju mund të thjesni këdo në çfarëdo lloj seanse dëgjimore. Nuk mund të përdorni komisionin. Edhe prandaj nuk është tjetër gjë. Ti ju si deputet. Ky është një komision që ka për shqyrtim buxhetin 2026. Ju, të gjithë si deputet, dhe të tjerë që s'janë bashkuar, mund të thrisni në komisionet tuaja apo në një procedurë posaçme edhe komisionin tonë në seancë dëgjimore ministrit. Me pyetje paraprake, se nuk është problem për ta thirrur seancë dëgjimore. Por buxhetin se kemi tentuar. Për buxhetin kemi kërkuar një kontratë, ne po flasim për buxhetin 2026. Nëse për të disa herë do më duhet prapë ta vë në shinat e funksionit të rendit ditës, do më duhet ta hedh në votim. Jo që ju po bëni, është i njëjti skenar që ndodh në sallën e Kuvendit të Shqipërisë, që për shkak të atyre kartonave dhe shumicës numerike që keni, ju kërcënoni në çdo mbledhje të mundshme, qoftë në kuvend, qoftë në konferencë qytetarësh, qoftë në komisione, që ju do të kaloni në votim nëse nuk ju pëlqen pyetjet apo diskutimin, apo ne duhet rrim 2000 orë këtu për të folur për buxhetin e shqiptarëve. Ne nuk flasim dot. Faktikun e kishim ju keni për paraqitur programin dhe e kaloni 20 minuta. Unë e kuptoj që keni kaluar vitin e kaluar për 4 minuta buxhetin. Buxheti faktik. Por kjo nuk është normal. Kemi qenë në 10 të natës së seancës plenare, nuk kishit asgjë për ta diskutuar. Ne duhet të rrim për buxhetin 2026, ju ta fokusohemi te pyetjet që do të bëhen. Dua t'i bëj një pyetje tani të kleruar. Në raport me tunelin e Llogaras. Tuneli është hapur 3 muaj gjatë vitit 2024 dhe është rihapur përfundimisht në fushatën e vitit 2025. Jam interesuar të di, a është kryer kolaudimi i kësaj vepre? A e keni marrë në dorëzim dhe a jeni pajisur me lejen e përdorimit për tunelin e Llogaras? Duke qenë se kjo ka implikime në buxhet, patjetër, jam interesuar, ka lidhje japim vetë e din ata përse po i pyes. E dyta, zoti Klosi, e din ato vetë ton ato ka çfarë lidhje ka, çfarë problemi ka? Nuk ka asnjë problem. E kuptoni shumë mirë ju. Por e ka kuptuar spaku që kanë rritur akuz për këtë çështje. Ju normal që kuptoni. Po i ndihmojnë Antoneta, po i ndihmojnë. Ne herojtë e fëmijëve tanë po i ndihmojnë, edhe më shumë. Kështu që e kuptoj që keni probleme. Unë edhe 2 pyetje kam. Nuk e zgjas. Ja keni lënë rramën ta marr. Cilin, mandaj të rëndonë.
Për buxhetin 2026. Që mbajtë shërbim. Duket shumë qartë. Tani kemi një pyetje për buxhetin 2026 që ta japim fjalën për Atëherë, për çështjen e supervizimit duhet di si janë dhënë 15 milion euro pa u kryer supervizimi. E treta, duhet të di në projekt ka qenë parashikuar një urë veprarti pak a shumë me një kosto bazuar preventiv dhe dokumentat standard tenderi rreth 25 milion euro. Duhet të di kush e ka shtuar këtë urë, sepse ju jeni përfaqësuesi i autoritetit kontraktor dhe jeni titullarë. Dhe fundit, dua të kuptoj se si ka mundësi, me që flasim për buxhet, janë disbursuar 190 milion euro për një vepër që është pa leje. Kujtoj këtu, lejen e miratuar, lejen e dhënë me kush në vitin 2022 dhe të zbardhur në datë 28 maj të vitit 2025. Dua të kuptoj cilat janë arsyet që leja të zbardhur në 28/5/2025 dhe si ka mundësi që pa leje ndërtimi janë paguar 190 milion euro nga buxheti i shtetit deri tani, ndërkohë që një qytetar i zakonshëm edhe në Tiranë nuk rregullon dot avlinë e shtëpisë, nuk ndërhyn dot keqatia e shtëpisë vet, se arrestohet nga policia e shtetit, se i shkojnë 6 inspektorate për ta ndaluar. Këto ishin pyetjet e mia, e nderuar qytetarë. Zonja Dima dhe pastaj përgjigjet e pyetjeve. Zoti Muçi. Faleminderit zonja kryetare.